Në mekanikën kuantike, derisa të matni se cilën rrugë mori fotoni, ai në të vërtet merr të dyja rrugët njëkohësisht. Kjo quhet superpozicion. Fotoni ekziston në një gjendje ku ai është në të dyja vendet njëkohësisht, derisa dikush vendos ta shohë. Nëse hiqni detektorët pasi fotoni ka tashmë kaluar përmes aparatit, por para se informacioni të arrijë tek ju, fotoni kthehet në një gjendje superpozicioni. Është sikur ai harron se kishte zgjedhur një rrugë dhe kthehet në një gjendje ku mori të dyja rrugët. E kaluara e tij është rishkruar. Ata përdorën një teknikë të quajtur zgjedhje e vonuar, ku vendimi për të matur ose jo rrugën e fotonit bëhej pasi fotoni kishte tashmë kaluar përmes aparatit. Edhe në këtë rast, vendimi i bërë në të tashmen ndikoi në atë që kishte ndodhur në të kaluarën. Fotoni dukej se dinte se çfarë matjeje do të bëhej në të ardhmen dhe rregullonte sjelljen e tij në të kaluarën në përputhje me rrethanat. Ta thonë se ne thjesht po keqkuptojmë se çfarë do të thotë e kaluara në kontekstin kuantik. Kështu që kur ne ndryshojmë të kaluarën në një eksperiment fshirësi kuantik, ne në të vërtet po zgjedhim se cilën nga mundësitë e shumta të së kaluarës të bëjmë reale. Në vend të kësaj, realiteti është diçka që ne krijojmë përmes aktit të vëzhgjimit. Çdo matje që bëjmë, çdo vëzhgjim që kryejmë është një akt krijues që përcakton se cila nga mundësitë e pafundme të realitetit bëhet aktuale. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e realitetit.